do të kthejmë vlerat të qytetit tonë. Besoj dhe apeloj tek qytetarët që të na mbështesin se ne jemi zëri i duhur për qytetin e Kërçovës. E besojmë këtë për arsye se do të jemi zëri i qytetarëve, do të jemi ato që do të përkrahim rinin, do të përkrahim fytyrat e reja, do të përkrahim intelektualët, do të kthejmë vlerat të qytetit tonë me moral, me ndeshmëri dhe me besojshmëri. Besoj dhe apeloj tek qytetarët që të na mbështesin për arsye se për herë të parë qyteti i Kërçovës ofron beslidhje me qytetarët, ofron vepra konkrete, ofron projekte të notarizuara, që çdo premtim i joni do të jetë i notarizuar. Në fakt, më lejoni që për portalin tuaj, për gazetën tuaj, ta bëj që dje, dita e djeshme, premtimet tona u notarizuan dhe çdo fjalë jona do jetë e domosdoshme me ligj. Kështu që ftoj çdo qytetar të Kërçovës të mbashkangjitet kjo iniciativë e jona për arsye se ne jemi zëri i duhur për qytetin e Kërçovës dhe ne premtojmë se çdo gjeneratë e re do ta mbështesim dhe do ta përkrahim që nesër ata të na udhëheqin në qytetin e Kërçovës.